fatit kushtetues. E qartë, që të mbetim edhe për pak çaste tek emrat brenda lëvizjes të vetëvendosje, përveç Andin Hotit, është përmendur edhe emri i Glau Konjufcas, si propozim i mundshëm i lëvizjes vetëvendosje. Zoti Blakaj, si po e shihni një farë me këtë lloj taktike dhe besoni se emri për president duhet të vijë nga partia, pra lëvizja vetëvendosje? Për mendimin tim, emri i presidentit duhet të vijë me votë të drejt për drejt popullore, jo nga vota parlamentit. Po me që ashtu nuk e kemi këtë sistem për momentin. Edhe në këtë lloj sistemi parlamentar, parlamenti për mua është një institucion ndaj të cilit kam një avergjon të theksuar. As me pak tash ku e dim që me këto problemet e fundit të vjedhjet e vota masive mes vete. I thon tempulli i demokracisë, por për Kosovën dhe rrethonat të cilat i ka pas Kosova dhe i ka momentalisht, unë mendoj që ai është një institucion i cili nuk është në dobi të funksionalitetit, zhvillimit, të integrimit të bashkimit shqiptarëve. A është vështirë të arrihet mbështetja e opozitës për ndonjë emër, për ndonjë figurë që vjen nga lëvizja vetëvendosje? Po problemi që duhet të analizohet, thelbi i problemit që u shfaq tani duhet të analizohet me kujdes edhe me një gjakthësi. Pse lëvizja vetëvendosje dhe pse kryeministri Kurti nuk po mbështet zonin Osmani për ta paraqitur si kandidaturë të lëvizjes vetëvendosje, duke qenë se në publik ka pasur një lloj dakordance, të paktën në narracionin të cilin populli e ka kuptuar që zonja Osmani do të jetë përsëri kandidate për presidente. Pra kjo pyetje duhet të sqaruar se këtu është strumbullari i të gjithë problemit. Emrat e tjerë përveç zonjës Osmani janë emrat të cilët erdhen për shkak që ajo nuk po kandidohet nga lëvizja vetëvendosje. Dhe edhe PDK-ja i rriti ambicjet, pastaj patëm edhe ambicjet të profesorëve, domethënë që e ofruan veten për të kandiduar dhe të tjera. Pra, thelbi i problemit qëndron te mosvotimi ose mos mbështetja e zotit Kurti për zonin Osmani. Dhe unë mendoj që këtu duhet të kërkohet të bëhet analiza dhe të kërkohet shkaku i vërtet. Ajo që duhet të di publiku dhe që duhet të qartësohet kohë pas kohë. Në lojrat politike, përmes figura politike të shtetit, të kombëve, të drejtuesve, gjithmonë thuren dhe ndërthuren interesa edhe të fuqive të tjera. Dhe për këtë arsye, në qoftë se e marrim një puzzle me ngjarjet e fundit që ka ndodhur dhe i bashkojmë, atëherë mund të ofrojmë një lloj sqarimi të përafërt, sado që do të jetë përsëri i vështirë. Ne kemi pasur në bordin e paqes një fjalim të kryeministit Rama, i cili është kundërshtar i drejt për drejt, ideologjik madje i zotit Kurti, me paternalizmin e tij, me prezencën e tij sikur ai është baba i kombit shqiptar, dhe kemi pasur me të gjitha idetë, Ballkani i hapur, mini Schengeni dhe idetë e tjera, e patëm në bordin e paqes një fjalim të tij, të cilin kaloi pa debat fatkesisht, ku ai në stilin e liderëve lindor i kërkon një presidenti të një fuqie perëndimore ta marrë telefonin e kuq dhe ta ndikoj prokurorin në vendimarrjen e tij. Domethënë duke aluduar në vendimarrjen gjatë procesit në Hag. Pra, dhe pastaj erdhi në Kosovë dhe papritmas e lavdoi zonin Osmani në 2-3 procese. Në njërin prej tyre tha që zonja Osmani ka rezishtuar, domethënë që të mos i jap gjykatës speciale në Hag dokumenta ose diçka që kishte në sep. Unë mendoj që është skandal. Edhe jeni më mirë këtë fushë, por mendoj që është një skandal. Duhet t'i mbledhim të gjitha. Dhe si besoni se kanë ndikuar gjitha këto? Duhet t'i mbledhim të gjitha ngjarjet. Unë mendoj që ideja e partive opozitare është që nuk do ta votojnë në asnjë rrethon zonjën Osmani, dhe tendenca e partive opozitare është që të krijojnë një divergjencë mes Osmanit dhe Kurtit, divergjencë e cila është lehtë të krijohet. Dhe në momentin kur vetëvendosja do ta kandidojnë të zonjën Osmani, votat do të ishin patjetër kundër. Dhe në këtë kuptim nuk u deklaruan nga Lidhja Demokratike e Kosovës së fundmi. Ato çfarë deklarojnë dhe ato çfarë veprojnë jemi mësuar me ta. Domethënë, këta kanë interesa të tjera përveç interesit shtetëror.
kanë interesat të tjera më të mëdha se interesi shtetëror dhe interesin kombëtar. Prandaj vendimarrja e tyre është e paqëndrueshme varësisht ku i kanë interesat afashkurta. Dhe për këtë arsye, unë mendoj që ata nuk do ta votonin zonjën Osmani. Nuk mrin numra. Për arsye në thjesht, jo PDK-ja dhe LDK-ja bashkë do t'i bënin numra. Po ideja është që pushteti real në Kosovë në bazë kësaj kushtetutë është pushteti i kryeministrit dhe ky pushtet në momentin që po flasim është pushteti plot në dorën e Albin Kurtit me një 50 më tepër %. Dhe është llotari të shkohet, të humbet, të rrezikohet një pushtet real për postin e presidentit, që është një post më tepër, domethënë simbolik se sa ka fuqi ekzekutive. Prandaj zotit Kurti nuk i intereson në asnjë rrethon të rrezikojë pushtetin e tij real për zonjën Osmani. Dhe këtu është krijuar divergjenca. Dhe tentojnë ta dërgojnë popullin, ta dërgojnë shtetin edhe një herë në zgjedhje, që në zgjedhje tjera zonja Osmani qoftë përmes partisë Guxo, ose një rikthim në LDK, ose të krijojë një parti tjetër, sepse e ka një lloj mbështetja popullore dhe zoti Kurti ta humb pushtetin prej 51%. Kjo do t'i hapte rrugë, sipas projeksioneve të cilat unë i lexoj, do t'i hapte rrugë të njëjtit lob i cili ka lobuar, domethënë që këtu të fitohet edhe kohë derisa të shpallet akt vendim lirues për presidentin Thaçi, të kthehet nga Haga bashkë me personalitetet tjera atje që janë marrë që një kohë dhe domethënë të fillohet një momentum i ri, por derti që unë e mbaj, personalisht, dhe është frika që unë e kam, është që e gjitha kjo bëhet për ta rikthyer projektin e shkëmbimit të territorit përsëri. Se vetë thirrja e zotit Edi Rama në një bord aq të lartë, drejt për drejt, publikisht, jashtë çdo rregulli, jashtë çdo demokracie, jashtë çdo normaliteti të një shteti perëndimor, një kulture perëndimore evropiane, t'i kërkohet ndihmë për hir të Zotit bëj diçka, nuk ka pasur asnjë interpretim tjetër përveç se bëj diçka që t'i rikthehem atij projektit, të cilin ata e mendojnë që është projekt historik mes shqiptarëve dhe serbëve. Unë këtë tentoj t'ia sqaroj publikut, sepse Kurthi nuk është i lehtë, nuk është thjesht. Pra besoni se është një